2 vite pas vdekjes së 3 vjeçarit Brian Spahiu në klinikën dentare në kryeqytet u lëshuan nga prokuroria e Tiranës 3 masa sigurie. Arrest shtëpi është vendosur për mjekun anestezist Roland Xhaxho, vajzën e tij Ina Xhaxho dhe stomatologun Marta Gina. Prokuroria kërkoi masën arrest në burg për mjekun, por gjykata caktoi arrest në shtëpi. Mjeku Roland Xhaxho, sipas prokurorisë, akuzohet për vrasje nga pakujdesia, ndërsa për vajzën e tij dhe stomatologun rëndojnë 2 akuze. Vrasje nga pakujdesia dhe mashtrim kanë qenë përgjigjet e ekspertizës mjekoligjore të ekspertëve italian që shtyn prokurorin e çështjes të lëshonte këto masa sigurie. Shoku septik i rënd që solli më pas insuficiencën progresive shumë organore është shkaku kryesor i vdekjes së pacientit të mitër BS. Grupi i ekspertëve arriti në përfundimin se gjatë ndërhyrjes dentare dhe procedurës së anestezisë nga ana e anestezistit dhe stomatologëve që kanë trajtuar të miturin, janë konstatuar shkelje të rënda të protokolleve mjekësore ndërkombëtare dhe praktikave më të mira mjekësore, të cilat kanë një lidhje shkaksore të drejtpërdrejtë me vdekjen e tij. Sipas saktë ekspertimit të mjekëve italian, rezulton gjithashtu se ndërhyrja e kryer ka qenë më e gjerë se sa mund të lejojë për një fëmijë 3 vjeç. Ndërhyrja e kryer, e cila ishte më e gjerë se sa lejohej për një fëmijë të moshës 3 vjeç, dhe induksioni i anestezisë së përgjithshme për një periudhë prej rreth 5 orë për të trajtuar një kohësisht shumë dhëmb, mes të cilëve disa me infeksion të pulpës me rrezikje që lidhen me anestezinë e përgjithshme dhe kontrollin e vështirë të infeksioneve postoperative, nxjerrjen plotësisht e papërshtatshme nga spitali i të miturit, duke mos marrë parasysh gjithashtu rrezikjet që lidhen me anestezinë dhe patologjitë nga të cilat vuante fëmia. Në hetim për shpërdorim detyre janë marrë edhe 2 mjekët ligjor në Institutin e Mjekësisë Ligjore, të cilët sipas grupit të ekspertëve italian kanë kryer shkelje të rënda të protokolleve të autopsisë. Për 2 mjekët është vendosur masa e sigurisë pezullim nga puna. I njëjti grup ekspertësh ka konstatuar shkelje protokollësh edhe për 2 mjekë në terapinë intensive në pediatrinë e QSUT-s, për të cilët organi akuzës i ka marrë në hetim për neglizhencë në trajtimin mjekësor. Ngjarja e rëndë ndodhi në Tiranë në 5 tetor 2023, ku Brian Spahiu, vetëm 3 vjeç, humbi jetën 3 ditë pasi mori shërbimin dentar në klinikën dentare Splendid në rrugën e Kavajës, e cila ndodhet brenda spitalit të Zemrës, gjithashtu privat në pronësi të mjekut Roland Xhaxho.